konsiderohet nga ana e zotit Basha veprimtaria dhe kontributi i zotit Ipsen Elezi si pamjaftueshëm për të qenë kryetar partie, është gjëja më hipokrite e kësaj bote politike shqiptare. 1. Përjashtimi nga gara i zotit Ipsen Elezi është antistatutor, antidemokratik dhe deformon procesin zgjedhor në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ipsen Elezi është një nga zërat opozitarë më të paepur në Shqipëri dhe ka kontribute reale të vazhdueshme dhe politikisht të njohura në favor të Partisë Demokratike dhe për Partinë Demokratike. Ai për disa vitesh ka kërkuar reformimin e thellë të Partisë Demokratike dhe është një nga antarët dhe aktivistët më aktiv të saj. Grupi për Partinë Demokratike kërkon ndryshimin e menjëhershëm të këtij vendimi dhe i rikthimin e zotit Ipsen Elezi në garën për kryetar të PDSH-s, për arsyet që u renditën më lart. Së dyti, Kryesia e Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Komisioni Zgjedhor janë të detyruar të vënë në dispozicion të kandidatëve për kryetar të PDSH-s jo më vonë se data 25 maj 2021 listën e plotë të antarësisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë. Së treti, të rishikohet përbërja e Komisionit Zgjedhor dhe atyre nivel dege duke përfshirë përfaqësues të kandidatëve për kryetar në çdo nivel dhe në çdo komision. Së katërti, të hartohet një agent e përbashkët e takimeve të përbashkëta të kandidatëve me antarësinë për të shpalosur platformat politike dhe zhvillimin demokratik të hapur dhe të lirë të debatit brenda partisë me partinë. Së pesti, zyra e organizimit dhe kryesitë e degëve të Partisë Demokratike të vënë në funksion të kandidatëve për kryetar të PDSH-s infrastrukturën dhe burimet administrative për zhvillimin e takimeve të përbashkëta të sipërcituara. Së gjashti, kryetari i detyrë i PDSH-s Lulzim Basha duhet të deklarojë burimet financiare dhe logjistike të fushatës së tij, siç duhet ta bëjnë të gjithë kandidatët në garë. Ky është detyrim për gjithë kandidatët për të garantuar një garë të hapur, të ndershme dhe mbi të gjitha transparente. Ne, si grupim për PD-n, mbetemi në pritje të plotësimit të këtyre kërkesave të domosdoshme për një garë të hapur, të barabartë dhe të mbështetur në vlerat më të mira perëndimore të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ju falenderoj tani për pyetje. Pyetjet mund të drejtoni tek unë për të shpërndarë fjalën ose nëse keni individuale që nga kandidatët, çdo pjesëmarrës të turezës mund të drejtoni në mënyrë drejt për drejt. Po. Ju i keni bërë edhe një kërkesa para se të merret vendimare për përcaktimin e kandidatëve. Dhe këto nuk u miratuan nga Kryesia e Partisë Demokratike. Nëse këto nuk të bëhen sërish, do të shikoni mundësinë të rikthesë nga gara nëse estimin se garë të pabarabartë? Atëherë, ëndra më e bukur e Lulzim Bashës është që kandidatët të riqen nga gara. Por kjo nuk është një ëndër për të mirën e Partisë Demokratike, as për tashmin e saj. Ne jemi të vendosur, siç e kemi thënë që ditën e parë, që pavarësisht nga tentativat e vazhdueshme, konsistente të Lulzim Bashës për të manipuluar dhe paragjykuar procesin, ne kësaj gare do t'i shkojmë deri në fund. I kemi bërë thirrje në mënyrë individuale dhe sot po përfitoj nga rasti në emër të grupimit demokratëve, antarëve të Partisë Demokratike të marrin pjesë masivisht në debatin për të ardhmen e kësaj partie dhe të marrin pjesë masivisht në procesin e zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike. Për të kam dhe diçka përshtuar. Kandidimi për kryetarin e Partisë Demokratike është hapi i parë një procesi shumë më të madh i cilën neve kemi hyrë. Ne gjithë jo kemi bërë me dije që neve kemi si kauz ringritjen dhe ndryshimin tërësor të Partisë Demokratike. Që padyshim nis me konfigurimin e një leadershipi të ri, në mentalitet, në kulturë politike, në kulturë pune, integritet, bashkëpunimi e kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme ky moment, por jo përfundimtari. Prandaj edhe tërheqja nuk ka sens, por ndoshta këtu fjala më shumë se sa secilit prej nesh i takon kandidatës. Faleminderit. Absolutisht për asnjë moment nuk mund të mendoj të rreqem nga gara. Unë dhe grupi jemi futur në këtë garë pavarësisht të gjitha vështirësive dhe pengesave. Disa herë e kam theksuar që fundit partia është marrë peng deri tani dhe fatkeqësisht administrata punon për vetëm një njeri që është Lulzim Basha, që është kryetari i partisë dhe kandidat i ri kandidon përsëri, pavarësisht që ai duhet ishte ndërhequr.
përpara se të rikandidonte, ndoshta nuk duhet kishte as të drejtën të kandidonte përsëri mbas 4 humbjeve seriale. Por tërheqja, po ja u them siç thon Kosovë, as nuk vjen në shprehje. Do të shkohet deri në fund dhe në çdo rast grupi PPD-n do të vazhdoj të këmbguli në reformën e thellë dhe të plot të Partisë Demokratike mbi idealet e vitit 1990, ashtu siç kemi bërë më përpara, do të vazhdojmë dhe mbas datës 14 qershor. Faleminderit. Sekond, se kësaj pyetje mund të përgjigjen të gjithë pjesëtarët e panelit. Në momentin që jemi prezantuar si grup, arsyeja kryesore dhe ajo çfarë kemi kërkuar spari ka qenë garantimi i një procesi zgjedhor. Pse e kemi kërkuar këtë spari? Sepse kemi pasi diçka themelore për zhvillimet dhe reformimin e plot të Partisë Demokratike. Se ta jap një shembull më të thjeshtë. Procesi zgjedhor dhe vota e lirë janë themelet e demokracisë. Shtëpia që ndërtohet mbi këtë ka disa parime të tjera, siç është e drejta e të shprehur të lirshëm, siç është shanset e barabarta, është konkurrenca si parim themelor në procese demokratike. Pra nëse i themi themelet e një ndërtese që duhet të ngrel, është procesi zgjedhor, vota e lirë, këto parime të tjera janë kolona që e mbajnë shtëpinë. Në vendin tonë është kriju një situatë, po e marr pak në mënyrë figurative dhe po e pasqyroj, kemi ndërtuar një shtëpi, kemi hyrë mrena dhe këto e kanë shumë kollaj që të na trysnojnë. Sa herë kanë nevojë për të na trysnuar, shkundin themelet, disa ikin, marrin arratin, ne që jemi mrena thotë mos folni se po na shemet shtëpia. Pra ajo që duhet bëjmë në themel është duhet ta riparojmë themelet e kësaj shtëpie dhe të ndërtojmë kolona të forta që mos rrim duke ikë ose të friksuam, trysnuam. Të gjithë këto që janë në struktura drejtuese shtetërore të larta ose edhe mrena Partisë Demokratike, se pothuajse është e njëjta panoramë. Para kësaj trysnia rrimi urtë se na shemet shtëpia dhe na zet gjithë mrena, nuk mund të ecim me frikë gjithmonë. Pra të punë jemi fokusuar te pikërisht te procesi zgjedhor. Ai që nuk e kupton që procesi zgjedhor dhe demokracia e mbrëmshme janë themelet e partisë dhe të shtetit, aty fillon debati dhe fillon zgjidhja e gjithçkaje. Tjetër ç'a duhet të theksoj. Unë jam përjashtuar për fjalën e lirë. Jam përjashtuar nga gara për fjalën e lirë dhe kjo është e turpshme as 30 vjet. Dhe ajo çfarë unë duhet të bëj në këtë rast është që ajo që tha edhe Kulluri në fjalën e vet, është që duhet patjetër që ta ndjek në ana institucionale, edhe pse unë e di që është shumë e vështirë të kesh besim, po duhet t'i tregojmë njerëzve që ka një rrugë institucionale për të gjithë problemet. Dhe kjo do të ndodhë. E di me çfarë fenomeni përballemi, me atë fenomen që është përballë drejtësia shqiptare që ka vjet. Shkojnë te gjykata kushtetuese dhe i kishin vu Chelsin. Njëtin fenomen e kemi mbrenda Partisë Demokratike. Duhet shkojmë te gjykata e partisë, te komisioni i apelit dhe vetëm Ristani nuk ka antar aty. Që do të thotë nuk funksionon gjykata mbrenda partisë. Pra këto janë i njëjtë pse jemi kaq shqetësuar dhe pse duhet të jenë gjithë shqetësuar për këtë situatë, sepse këto janë modele të njëjta. Modele që afrohen edhe në nivelin kombëtar po edhe mbrenda partive. Dhe këto modele kanë kap peng edhe demokracinë dhe gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Po. Zoti Mami, një koment? Okej. Po. Është bërë libër Departamenti Amerikan i Shtetit ka shpallur shkëmbimin e Berishës si non grata. Por pavarësisht kësaj që Berisha ka deklaruar se do vazhdojë të jetë aktiv në jetën politike. A mendoni ju se ky vendim i tij e dëmton Partinë Demokratike? Do kishte një ose probleme. Faleminderit për pyetjen Osman. Në fakt kjo pyetje pasqyron edhe do të përfaqëson pikpamjen e secilit prej nesh në mënyrë individuale dhe personale, dhe kjo që unë do të përgjigjem dhe është pikpamja ime personale. Do të ndaja përgjigjen time në 3 faza, 3 kolona. E para ka të bëjë me faktin që vetë zoti Berisha i ka dhënë drejtimin e diskursit, kësaj çështje në momentin që i është drejtuar zgjedhjes gjyqësore, që kërkon të respektohet ky vendim i zotit Berisha. E para. E dyta që mendoj që është e rëndësishme,
ka të bëjë me faktin që unë personalisht kam një eksperiencë të histori personale bashkëpunimi me zotin Berisha. Zoti Berisha kryeministër, unë ministri i Brendshëm dhe Drejtësie. Unë presidenti i Republikës, zoti Berisha kryeministër. Mund të deklaroj, konfirmoj dhe dëshmoj kudo dhe përpara kujdo që në këtë histori personale të bashkëpunimit tim, unë kam konstatuar modelin e zotit Berisha si një model ndershmërie dhe institucionalizmi. E treta, unë besoj që kjo çështje do të zgjidhet, por ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me faktin që kjo çështje dhe asnjë çështje tjetër e ngjashme si kjo nuk do të cënoj kurrë marrëdhëniet jetësore të Shqipërisë dhe shqiptarëve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që unë do të shkoj përtej këtyre tre kolonave ka të bëjë me reagimin tim ndaj një qëndrimi hipokrit të zotit Basha. Zoti Basha, duke përdorur emrin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe reagimin e emrit të Partisë Demokratike, është treguar hipokrit sepse u mbështet kryesisht tek kërkesa për transparencë për këtë çështje. Çdo qytetar i këtij vendi ka të drejtën e zotit për të kërkuar transparencë. Por zoti Basha dhe unë, për shembull, kemi bashkëpunëtor zoti Berisha, kemi të qartë. Mendoj që transparencën duhet ta bëjë zoti Basha përpara shqiptarëve. Sepse ka që nga viti 2013 që në opinionin publik, në opinionin mediatik, ka pat diskutim dhe çdo ditë, dhe në mënyrë pa ndërprerje, diskutime dhe opinioni që zoti Basha është indikuar, i plysnuar nga zoti Berisha në vendimet më të rëndësishme politike që ka marrë zoti Basha në emër të Partisë Demokratike. Dhe është hipokrizi sepse zoti Basha nuk e ka përgjigjëstruar kurrë këtë çështje. Ndaj zoti Basha duhet dalë sot përpara shqiptarëve, përpara demokratëve dhe thotë që nga koha kur ai ka qenë krye të Partisë Demokratike dhe ka marrë vendime shumë të rëndësishme, herëherë dhe ekstreme politike, a është ndikuar, a është imponuar dhe është shantazhuar ai nga zoti Berisha për të marrë këto vendime, apo kanë qenë vendime totalisht tij? Kjo është transparenca që zoti Basha duhet bëjë për shqiptarët, për opinionin publik, edhe për demokratët tani që ka hyrë në fushat të zgjedhjes. Për tjerë dhe të isha qartë. Me një kandidatë e një arqi e grupit për të kërën promuar të asnistë të shkrillit dhe normalisht në që se ju pas 13 qershori dhe keni kryetari e Partisë Demokratike. Cili do të jetë raporti juaj me ish-kryeministrin Berisha, qëndrimi juaj konkret? Unë kam shprehur këtë ditë qëndrimin tim dhe nuk dua ta përsëris, sepse kam qenë e para që kam folur për këtë çështje, e keni në të gjitha media dhe keni në mediat sociale në të njëjtën kohë. Natyrisht që në momentin që kandidati bëhet kryetar, qëndrimi që nga ai moment është qëndrimi i partisë. Dhe të gjitha çështjet, pikërisht ajo është dhe platforma ime, diskutohen në një grup dhe nuk merren vendime personale siç merren aktualisht në Partinë Demokratike. Megjithatë, duhet t'ju them këtë gjë, një përgjigje shumë të shkurtër telegrafike. Marrëdhënia ime me zotin personale, me zotin Berisha, mbetet ajo që ka qenë gjithmonë. Ju falenderoj. Po. Unë nuk i marr votën demokratëve, demokratët më japin votën mua. Dhe më japin votën për arsye sepse besojnë tek unë, besojnë tek vlerat, tek programi im. Programi im është ai që tashmë ju e dini sloganin e tij, ringritja e PD-s mbi idealet e vitit 90, kështu që unë do të vazhdoj të punoj, së shpejti brenda 2-3 ditësh unë do të nxjerr, ndoshta sonte në mbrëmje do të nxjerr programin e plot, por gjithsesi jam e sigurt që demokratët do të ma besojnë votën, për arsye sepse ky është një projekt i ri, një fillim i ri, një fillim për Partinë Demokratike dhe është përfundimi i tranzicionit shqiptar. Natyrisht fatkeqësia është që ky fund i tranzicionit vjen mbas 4 humbjeve seriale të Partisë Demokratike dhe me një lider kryetar partie që pretendonte që ishte perëndimor, por që nuk bëri asnjë akt perëndimor. Faleminderit. Po Daniel. Në rast se do të
Atëherë kjo ishte pikërisht përgjigjja e pyetjes parë që më bë këtu. Çfarëdo që të ndodhi, ky grup do të vazhdoj, do të kërkoj reformën e thellë dhe të plotë të Partisë Demokratike. Ky grup do të jetë unik dhe do të vazhdoj të punoj në çdo kohë. Por unë jam e sigurt që nuk do të ketë nevojë, sepse në datën 14 qershor Lulzim Basha do të vjet përballë një surprize të madhe. Gjë është e sigurt. Unë kam 25 vite që mundohem çdo ditë të bëj diçka më të mirë për Partinë Demokratike, ta përmirësoj, të kam dalë. Këtë ide ka dhe grupi të për dërë, ta bëjmë Partinë Demokratike më të mirë, ta afrojë shumë drejt antarëve. Që do të ndodhë mbas datës 13 qershor, do të jetë e njëjta gjë. Ne do të vazhdojmë të persistojmë çdo ditë që Partia Demokratike të bëhet akoma më e mirë. Shiko, unë nuk dua të përsëris veten edhe kolegët. Partia Demokratike për cilën neve jemi të shqetësuar dhe të angazhuar është pjesë e një sistemi. Një sistem që na cek të gjithëve dhe një sistem për cilin ne nuk jemi dakord asnjë. Kush më shumë dhe kush më pak. Ky sistem pas 25 prillit nuk pësoi asnjë cenim. Mbeti po i njëjti që ishte para 25 prillit. Çka do të thotë papajtueshmëritë tona mbeten të njëjta me këtë sistem. Duke qenë që ne jemi pjesë e një mekanizmi konkret dhe një faktori të rëndësishëm të këtij sistemi siç është Partia Demokratike, do të vazhdojmë padyshim betejën për Partinë Demokratike, brenda Partisë Demokratike në funksion të goditjes të atyre proceseve dhe problematikave që ne nuk pajtohemi me sistemin. Dhe për ta konkluduar, unë personalisht, kjo është bindje personale imja, mund të jemi gabuar, që pas 24 qershorit, cili do të jetë fati politik i zotit Basha në këto zgjedhje, kërkesa për largimin e tij do të vi duke u rritur në mënyrë masive nga antarësia dhe nga opinioni publik, sepse Partia Demokratike është pronë e antarësisë Partisë Demokratike, por njëkohësisht është dhe vlerë e gjithë shoqërisë shqiptare. Më falni, të bëj një ndërhyrje të vogël për të sqaruar diçka. Duhet të jemi të gjatë për një gjë. Në këto 4 vite i vetmi kandidat për kryetar Partisë Demokratike për garën e ardhshme që ka luftuar, ka ngritur zërin, ka debatuar, ka propozuar një statut për një reformim të thellë të Partisë Demokratike është zonja Edith Harxhi. Këtë besoj që opinioni publik dhe antarësia e Partisë Demokratike duhet ta rikujtojnë dhe ne e them me shumë përulësi që zonja Harxhi nuk është një kandidaturë e rastësishme grupimit tonë, sepse përfaqëson jo një histori të filluar në datë 26 prill, as në datë 25 prill ndark, është një histori e gjatë personale, është një histori e një grupimi të tërë që ka luftuar dhe ka debatuar dhe ka ngritur zërin për këto çështje dhe është vazhdimsi e gjithë kontributit të saj për reformimin e Partisë Demokratike nga viti 2017 dhe në vijim. Pyetje tjera. Mund të kthej edhe një përgjigje te kjo, edhe ndoshta edhe në korrigjim të konceptimit asaj çfarë është Partia Demokratike. Është kontribut i intelektualëve për një kohë gjatë në përballje me diktaturën, i familjeve më të mëdha shqiptare në përballje me diktaturën për luftën për demokraci. Është kontribut i lëvizjes studentave vjetorit, është kontribut të gjithë atyre që e kanë konceptuar se Partia Demokratike është një forcë antikomuniste demokratike që mund vendosë demokraci. Nëse ky konceptim i saktë do të jetë në mendjen e gjithë secilit, atëherë është e pamundur që një grup personash të uzurpojnë shtëpinë e demokracisë dhe na vënë kushte të gardhë për të na përzënë për kësaj shtëpie. Detyra jonë edhe tani edhe pas datës 13 qershor është që këtë gardhin që e kanë vënë mes Selis, ku polës tyre dhe demokratëve ne do ta thekë. Absolutisht jo. Janë të tre njësoj.
Natyrisht që jo thjesht për formalitet solidariteti me kandidatën që ne mbështesim dhe do të vazhdojmë ta mbështesim deri në fund, por e drejta e gjithë secilit është për të garuar dhe nuk mund t'ja përjashtojmë. Përsëri vi tek mendimi personal, sepse ne jemi një grupim që e pranojmë mendimin ndryshëm njëri tjetrit. Unë mendoj se cili do për atyre kandidatëve që mund fitojë do ta drejtojë Partinë Demokratike më mirë dhe më me eficiencë se zoti Basha. Por probabiliteti e një të mirë akoma më të avancuar e ka zonja Haxhi. Absolutisht jo, I kam miq të gjithë. Edhe diçka tjetër, tani që ata kanë surprizë për ju pasi ka qenë moment fundit. Jo, nuk ka qenë surprizë, sepse prisja që do dilnin shumë të tepër kandidatë se sa dolën. Zoti Sheja është një prej tyre që ka shprehur dëshirën e përgëzoi për guximin edhe për dëshirën që ka shprehur të përballet që të jetë pjesë e kësaj gare. Unë garën time e kam me Lulzim Bashën dhe me asnjë kandidat tjetër. Ju keni kërkuar të keni një agjendë të bashkët të fushatës. Nëse Zoti Basha rekomandon një të tillë, a do pranoni që ta bëni të tre kandidatët e tjerë pra të shkojnë të tre në debate publike të zhvilluar fushatën bashkë? Siç e thash më parë, unë garën e kam me Lulzim Bashën. Unë debate publike dal dhe bëj përdit me këdo dhe nuk ka asnjë problem që unë të debatoj publikisht edhe me dy kolegët e tjerë të cilët janë në garë, zotin Shej dhe zotin Kadilli. Por duke qenë se I kam miq, unë me ta debatoj gjithsesi edhe I rrah mendimet shpesh herë. Për sa I përket debatit publik do doja ta bëja me Lulzim Bashën, fatkeqësisht ai e ka refuzuar diçka të tillë. I bëj thirrje përsëri dhe sfidoj që të gjej ai vendin, arenën, apo strukturën e Partisë Demokratike ku ai dëshiron ta bëjë këtë debat publik. Por do të ishte në të mirën e Partisë Demokratike, në të mirën e gjithë shqiptarëve, që Lulzim Basha një herë të mbante fjalën. Përpara disa vitesh ai ka folur përpara Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për hapjen e primareve në zgjedhjet e ardhshme për kryetar të Partisë Demokratike. Nuk e bëri këtë realitet këtë radhë, primare, përballje e kandidatëve do të thotë transparencë përpara publikut me programin më të mirë. Dhe të lej shqiptarët të votojnë se kush është programi më I mirë dhe kush është kandidati më I duhur. Atëherë, ai drumeni se në takimin që do zhvilloni ju nuk do të vinë demokratët për të drejtuar në takimin që do organizohen? Absolutisht jo, sepse demokratët më kanë dërguar mesazhe të mrekullueshme këto ditë, të cilët unë dëshiroj t'i falenderoj. Më dhat mundësinë faleminderit që të bëj dhe këtë falënderim publik për gjithë mbështetësit, gjithë demokratët, gjithë qytetarët shqiptarë që më kanë shkruar dhe më kanë dërguar mbështetjen e tyre këto ditë, por edhe shumë prej tyre që nuk më kanë shkruar, por jam e sigurt që më mbështesin. Unë nuk kam asnjë problem për sa I përket takimeve me demokratët shqiptarë dhe me demokratët dhe me strukturat e Partisë Demokratike. Strukturat e Partisë Demokratike mbështesin fuqimisht ndryshimin që duhet të vi një orë e më parë, që nuk është ndryshim vetëm I Partisë Demokratike, është ndryshim I një klase politike dhe është ndryshim për Shqipërinë. Faleminderit. Për çdo lajmëtuar në publike dhe pyetja e dytë në fakt, pse grupimi për PD-n ka dalë me dy kandidatura, sepse është lexuar në fakt edhe në opinion publik si një mosunitet I këtij grupimi. Ata mund të përgjigjem mund pyetjeve. E para besojmë se çështja e vendit ku mbahen konferencat e shtypit është e dorës dytë, kuptim nuk është gjë më e rëndësishme. Besoj se zonja Haxhi është duke marrë vendimin edhe për t'i mbajtur konferencën e shtypit në Partinë Demokratike. Në lidhje me pyetjen e dytë një? Po, atëherë ne me dy kandidaturat, mbas diskutime të gjata në grup, dham një mesazh për Partinë Demokratike dhe për opinionin publik që ne nuk kemi projekte personale të askujt në këtë tryezë. Dhe këtë e them në emër gjithëve dhe pavarësisht nga Brezion,
Shembulli më të mirë në këtë drejtim e dhanë dy personalitetet më të njohura që janë pjesë e këtij grupimi, zoti Bujar Nishani, ish-presidenti i Republikës, dhe zoti Imami, themeluesi i Partisë Demokratike dhe njëri me një karrierë 30 vjeçare politike. Ky është një mesazh për të gjithë kandidatët dhe për anëtarësinë e partisë që ne nuk kemi dalë për ta përdorur Partinë Demokratike për interesat të vogla të secilit nga ne kemi dalë për një projekt të qartë politik. Nëse Partia Demokratike zyrtare nuk e merr këtë mesazh siç duhet, më keq për ta. Kisha dhe përshtuar diçka në lidhje me pyetjen e mëparshme, megjithëse është për kandidatën. Zoti Basha nuk duhet ketë frikë nga debati. Pari, fakti që kemi qenë për një proces tregon që dy kandidat në këto kushtet pa barabarta mund ta mbrojnë një proces më mirë. Domethënë nëse ne kemi një mision themelor tonë procesin për të kryer besimin. Ato që nuk e kanë si mision themelor procesin, por që kanë fitoren e vet personale, ato mund t'i bëjnë gjitha këto. Nuk t'japin listat. Mos imagjinoj nëse Edi Rama nuk do shpallte listat para se të fillonte procesi zgjedhor, se çfarë do ndodhte. Ose nuk japin mundësinë e komisionerëve. Imagjino çfarë do ndodhte nëse një proces zgjedhor kombëtar do ndodhte kjo. Ose nuk të lënë mundësinë reale për të zhvilluar garen. Ashtu siç është edhe kjo konferencë duhet të ishte aty, ne nuk do të shkojmë të krijojmë konflikt, që të bëjmë lajm për mediat ndërkohë që kemi tjetër mision përpara. Dhe kemi edhe qasje të njëjta për shumë probleme, ashtu si mund të kemi edhe diversitetin tonë. Dhe kjo është element demokratik, nuk besoj që tregon nëse jo unitetin e grupit. Kaq, kemi edhe qasje të ndryshme me antarësinë, do rrisim numrin maksimalizimin e numrit votave që është shumë e rëndësishme edhe në këtë rast, kështu që nuk është çështje divergjencë ose çështje keqkuptimesh ose mos përputhjesh në parim mes dy kandidatëve. Apo të marrim përgjigje pozitive për ato pikat që janë shtruar në deklaratën e sotme, sesa do të vi për tek Selia PD. Unë duhet të thoj diçka në lidhje me këtë çështje. Ne kemi diskutuar gjithmonë me atë parimin që ka krijuar Këshilli në Europë, domethënë gjithë barabartë, gjithë ndryshëm. Kemi qenë aq të lirë në bisedat tona saqë na është duke honorifike dalja e një apo dy kandidaturave. Ata që konsiderohen shumicë institucionale, nuk i pranuan dy kandidaturat tona, ne jemi një lloj si përpara dy, si para një kandidature. Unë duhet të thoj diçka, pa përsëritur ato që thanë kolegët, por besoj që është e rëndësishme ta nënvizoj faktin. Në konceptin ton politik, kandidimi nuk është një urdhër partie. Se shpeshherë mund të ketë raste kur kandidimi bëhet në urdhër partie. Në kulturën ton politike, kandidimi është shprehje e vullnetit qytetar dhe ambicjes personale politike mbështetur mbi parime dhe projekte politike. Në diskutimet e shqetësimet e përbashkëta që na bashkonin, konstatuam që edhe zonja Harxhi dhe zoti Ibsen Elezi kishin edhe vullnetin personal qytetar dhe ambicjen dhe garancit e një platforme politike që përshtatej me pikpamjet e gjithë neve që ishim në grupimin PPD. Heqja dhe eliminimi i zotit Ibsen Elezi është jo vetëm antikushtetues, antistatutor, por është dhe i turpshëm. Pse është i turpshëm? Të konsiderohet nga ana e zotit Basha veprimtaria dhe kontributi i zotit Ibsen Elezi si pamjaftueshëm për të qenë kryetar partie, është gjëja më hipokrite e kësaj bote politike shqiptare. Puna e parë që ka bërë dhe kontributi i parë që ka bërë zoti Basha për Partinë Demokratike ka qenë deputet, ministër, kryetar bashkie, kryetar partie. Ata që nuk e dinë se si luftohet dhe mbahet Partia Demokratike në rrethanat e një zone si Kupsi, i ftoj të shkojnë dhe të jetojnë pak të një vit atje. Edhe Ibsen Elezi është nga ata njerëz që e ka nisur karrierën në Partinë Demokratike nga baza, nga minimumi dhe ka mbritur deri në majat e drejtimit dhe menaxhimit të saj, duke mbijetuar Partia Demokratike në kushtet e opozicionit, jo në Tiranë, por në Kukës. Prandaj jam i bindur që çdo antar i Partisë Demokratike mund ta shfrytëzojë dhe mund ta analizojë këtë fakt për të reaguar në datën 13 qershor në raport me kandidimin e zonjës Harxhi.
Lidhur me kandidaturat, kemi njoftuar që në fillim që jemi duke shqyrtuar një a më shumë kandidatura për këtë arsye, kështu që besoj që pyetja ka marrë përgjigje para disa javësh. Problemi themelor është ky. Janë afruar zgjedhjet me një vendim i cili është marrë me shpejtësi pikërisht për të ndalur debatin brenda partisë. Është shkurtuar koha e debatit, koha e zgjedhjeve, me qëllim që antari i partisë të ketë sa më pak mundësi të zgjedhë. Mendonin qoftë se zgjedhjet në tërësi në këtë vend vendosen nga kryeministri kur të dojë kryeministri, partitë opozitare do të duhet marrin pjesë në këtë gjë? Pra, shkelja e parë e madhe, edhe një hile e shumtuar, komplet orientale, bizantinizma, gjëra të i kaluara, turqizma, lulizma, izma të tjerë, dhe o thotë, janë të turpshme për nivelin e këtij populli i cili ka 30 vjet që përpiqet të hapet, të kulturohet, të përmirësohet, të përparojë, të ecë në ekonomi, të afrohet me Europën. Këta bëjnë veprime të cilat janë veprime pa kuptim, janë të turpshme. Një. E dyta për cilën desha t'ju sjell vëmendjen tuaj është çështja e Elezit. Nëse kryetari i partisë me kryesinë e tij vendos që të heqë zotin Elezi, mund të heqë këdo, mund të kishte hequr edhe zonin Harxhi, këdo. Mendoni që në një vend ku bëhen zgjedhjet, kryeministri vendos se cilët do të jenë kandidatët me cilët do të konkurrojë. Bën vlerësimin e tyre nëse janë të aftë apo të paaftë. Çfarë zgjedhjesh do të ishin këto? Këto nuk janë zgjedhje. Ju do të thoni 4, pse 4? Pse o 2? Pse o 1 mund të themi nesër? Pse o 7? Kjo është lojë kungulleshkash. E denj për kapacitetin intelektual të kryetarit Partisë Demokratike. Por, nuk jemi duke lozur kungulleshkash. Kjo është çështje serioze. Çështja e partive kudo në botë është çështje shumë serioze. Partitë janë aset publik. Partitë mbahen me para publike. Ju e dini fare mirë që partitë marrin para nga buxheti i shtetit. Ju e dini mirë që kur vinë zgjedhjet, partitë marrin para nga buxheti i shtetit. Si harxhohet ky lek i taksa paguese? Ne kemi një sistem partijak. Sistemi perëndimor është një sistem i bazuar tek partitë. Partitë janë aktorët cilët bëjnë të mundur konkurimin, alternativat e tjerë. Nëse kjo nuk funksionon brenda një partie, si mund të funksionojë në kjo tërë vendin? Nëse Lul Basha i shkurton zgjedhjet, shkurton kandidatët, nuk jep listat, çfarë besimi do keni unë nesër sikur të zgjidhet kryeministri ky njeri? Çfarë mund të bëjë me zgjedhjet ky? Ky mund të bëjë zgjedhje më keq se Edi Rama, kësaj. Ky është një problem serioz. Vim tek listat. Deklarojnë që nuk japin listat se listat janë sekrete. Nuk ka lista sekrete. Vetëm grupet paramilitare të përdorura prej disa vitesh Partinë Demokratike kanë pasur këtë natyrë, me bluzat zeza e me demek për treguar forcë dhe bëjnë ato gabime që kanë bërë. Partia është e hapur, antarët e partisë janë të hapur. Dega e partisë do të ketë listën e antarëve të saj. E gjithë partia do të ketë listën e antarëve dhe kandidatët do të kenë listën e antarëve. Nuk po themi për dhëna sensitive. Nëse partia mban të dhëna sensitive, nuk e di çfarë lloji për antarët e saj, është një problem tjetër. Po unë besoj ato dhëna që normalisht numrin tim telefonit partia e ka, mund mos e japi, të japin listën e antarëve në mënyrë që antarët të shohin. Këtu botohen muaj përpara listat e zgjedhësve. Nëse do të themi që listat e zgjedhësve do dalin ditën e zgjedhjeve dhe shkoni shikojeni, këto janë si zgjedhjet e Edi Ramës në 2003-shin. Që e kishe shpinë blokët dhe votojnë ndajt, e kishe të unazat dhe votojnë berat, e kishe në kombinatët dhe votojnë laqë, bashkë me të tjerë. E pra, listat e antarëve të partisë, që janë listat zgjedhore të partisë, janë një detyrim, nuk janë një favor që do t'i bëhet zonjës Harxhi apo kujdo qoftë, janë një detyrim që antari i partisë të shkojë tek dega e partisë së tij, të shikoj emrin, ose nëse nuk e shikon emrin në listë, të kërkoj të drejtën për të votuar. Këtë është shkelje jashtëzakonisht të rëndë. Nga kjo pikpamja, gara është e pabarabartë. Gara është në kushtet pa drejta.
Gara është eminuar në mënyrë turkoshake, orientaliste, të paparë ndonjëherë në këtë vend. Kam bërë, një pjesë e juaj jam bërë në vitin 2003-2004 jam bërë zgjedhjet Partinë Socialiste fjalë. Vërtet ai Edi Rama arrinte aty dhe dëgjonte të gjithë ato sulmet që i bënte Fatosi, po problemi është që në fakt u bë një fushat, e pranon fushatën. Ai e pranoi, kishte qëllimet e tij, ja mori partinë pas 2 vjetësh, është çështje tjetër. Po bën një fushat. Nuk bën fushat. E mba partinë për vete dhe bën pyetje ti sa do të vinë. E mirë është që të vinë të gjithë, sepse unë do dëshiroj që zonjën e Harxhit ta dëgjojnë edhe ata që votojnë për Lulbashën sot, se mund të binden. Po ashtu si ata që do të vinë tek zonja e Harxhit dëgjojnë edhe kryetarin e partisë, se mundet ju të ndryshojnë mendjen. Kemi një parti. Kur jemi një parti, debati bëhet aty. Të gjitha këto janë defekte shumë të rënda të këtyre zgjedhjeve, por sigurisht kjo nuk do të thotë që nuk do të marrim pjesë deri në fund. Kemi kandidatë shumë mirë dhe kjo nuk do të thotë se lufta mbaron në datë 13.